Përshëndetje të teleshikues të nderuar, sonte në emisionin me legjendat e sportit, pranë nesh është karateisti Berat Jakupi, i cili ka fituar medalje botërore, evropiane, mediterane dhe balkanike. Mos të flasim edhe për medaljet që i ka fituar në kuadër të Maqedonisë së Veriut. Pra, me karateistin Berat Jakupi bisedojmë në hapësirët e shtëpisë së tij, këtu në Gostivar. Bisedën pa protokoll me karateistin Berat Jakupi e zhvillojmë këtu në Gostivar, për çka edhe i falenderojmë, faleminderit që pranuat. Faleminderit shumë Shaban. Gjithmonë mikpritës, sidomos kur bëhet fjalë për ty, sepse gjithmonë ke qenë pranë meje si sportist, po edhe nga fundi karrierës je pranë meje, besoj që kemi një rrugtim gjatë bashkë, si gazetar, si sportist. Karriera jote tani më veç fillon, edhe më të tje, ha? Patjetër. Karriera sportive besoj që është nga fundi, edhe nuk e kam vendosur ende se kur do ta ndërpres karrierën për shkak lëndimeve që kam, por sido që tjetë, edhe nuk do zjas edhe shumë, si çdo herë, si çdo sportist, karriera është e shkurtër edhe. Berat, edhe pse opinioni të njeh shumë mirë, megjithatë shkurtimisht na thuaj për opinionin, pra sërish, kush është Berat Jakupi, karateist? Unë jam Berati nga Gostivari, jam lindur dhe rritur në Gostivar, kam vepruar në Gostivar dhe vazhdoj të veproj në Gostivar. Shkollën fillore kam kryer në këtu pranë lagjes time në Goce Delchev, kurse në shkollën e mesme kam kryer në gjimnas dhe fakultetin kam kryer në Universitetin Shtetëror të Tetovës, qetësisht drejtimi i edukimit fizik. Atëherë na thuaj, kur i keni bërë hapat e para, kur i keni filluar hapat e para të merreni me sport, gjithësisht me karate? Hapat e para kanë qenë në vitin 2000, këtë kam thënë disa herë, jam prononcuar për këtë pjesë, por me qenë se më pyetët do të përsëritem. Në vitin 2000 u mbajt një seminar në Ohër, organizuar nga profesor Besnik Murati, me instruktor të asaj kohë, legjenda e sportit karate zotri Enveri Drizi, dhe unë në atë seminar kam qenë si mysafir, me qenë se profesor Besniku është buri i hallës tim, edhe shkova, vizitova hallën, dhe në ndërkohë ballafaqova me seminarin aty që unë mbajt, dhe më pëlqeu sepse vesha kimonet si fëmijë, kam qenë diku 5-6 vite, vesha kimonet edhe më duk interesant, në atë kohë në mbajment e Enveri Drizi ma vori edhe brezin, edhe më vonë në vitin 2001 u hap klubi i karates Fati në Gostivar, në krye me trejnerin Alind Huseini, me të cilën i fillova hapat e para dhe bashk kemi qenë dikun rreth 14 vite, 15 vite me Arlindin. Edhe sukseset më të mëdha keni arritur bashkë me atë gjatë asaj periudhës. Dhe nga viti 2015, e këtej kam hapur klubin tim, të cilën veprojmë gati 10 vite. Kam edhe disa rezultate si antari klubit të karates. Berat, ju me siguri e mbani mend cila ka qenë lufta juaj e parë si karateist, lufta zyrtare, mendoj, si karateist dhe kundër kujt? Kundër kujt nuk e mbaj mend realisht, por kam qenë shumë i vogël, dikun 7 vite, 7 vjeçar kam qenë, dhe e di që e kam humbur ndeshjen e parë, por kundër kujt nuk e mbaj mend, ka qenë në Shkup, dhe pastaj mbasa se gara e merr si një farë eksperiencë, nëse mund ta quaj, edhe mbasa asaj fillova të motivohem. A u dëshprove? Jo, nuk u dëshprova realisht, sepse mbasi mbaroi lufta, e ndjeja se mundesha ta fitoj, por ajo emocioni dhe frika
e parë që mund të vi, që përballen me atë realitet, ajo më bëri që ta humb ndeshjen, edhe kështu që më krijoi një farë motivi që mundem t'ja arri, edhe garën e ardhshme kam patur në Gostivar dhe aty jam shpallur kampion. Dhe mbas asaj kam filluar. Ju keni karrierë gati 20 vjeçare, domethënë nga 2001 deri 2021, 2023, edhe akoma jeni me sa duket, nuk i keni thënë lam të mirë. A e mbani mend parafërsisht sa lufta keni zhvilluar, sa fitore, sa disfata? Shumë luftra, shumë fitore, shumë humbje. Edhe shumë humbje keni pasur, a? Nuk i kam të evidentuara gjithë këto, po mund të jenë mbi 1000 lufta sigurt janë. Që mund t'i kemë bërë, shumica janë fitore, pak më pak humbje. Mund 80-90% fitore apo? Po janë mbi 80% janë fitore. Atëherë, sa herë jeni shpallur kampioni i Maqedonisë së Veriut këtu, mendojmë gjatë gjithë karrierës suaj? Kështu, nëse marrim nga viti 2002, 2003, deri tani, mund të them që ndoshta 1 ose 2 herë nuk jam shpallur kampion. Po sa keni në kategorinë e juniorëve, sa në kategorinë e seniorëve? Tek seniorët janë dikundi rreth 12 medalje që kam arritur, që janë 10 janë të arta, vetëm 1 të argjent, edhe atëherë kur isha i lënduar, mora vendin e dytë. Kadet junior janë mbi 10, sepse kemi patur raste ku kemi patur 2 kampionate shtetërore për shkak kampionatit europian edhe botëror, kualifikime për kampionat europian edhe kampionat botëror, dhe janë mbi 10 medalje, ku mund të them nga 10 janë vendet para, nuk kam patur asnjëherë humbje. Edhe tek pionerët, po ashtu kam edhe Ku ka qenë paraqitja juaj e parë në garat ndërkombëtare dhe e mbani mend kundër kujt dhe fituat apo humbët? Gara ime e parë zyrtare si antar i reprezentacionit të Maqedonisë ka qenë në Bukuresht, Rumanisë, ku për herë të parë mora pjesë në kampionat ballkanik, pak a shumë isha anonim si sportist në atë kohë, dhe nga gati 200 sportistë të cilët udhëtuam në atë kampionat ballkanik, unë arrita i vetmi të shpallëm kampion Ballkani, dhe u ktheva me medalje të artë. Në atë kohë më rikujtohet ndeshjet, kam pasur dikun 4 ndeshje, dhe në finale fitova garuesin nga Turqia, por nuk e mbaj mend temën, se janë shumë vite më parë. Atëherë, cilat janë sukseset më të mëdha në kampionatet ballkanike të Berat Jakupit? Normal që sukseset më të mëdha janë tek seniorët dhe rezultatet në çdo sport evidentohen si të suksesshme atëherë kur arrihen tek seniorët. Unë kam gjithsej 3 medalje të arta në kampionatet ballkanike për senior, kam 2 medalje të argjenta edhe 2 medalje të bronzta në kampionatet ballkanike. Po ashtu kam tek të rinjt, kam dikun 8 medalje ballkanike ku janë të gjitha të arta, asnjë të bronzta. Atëherë, cilat janë sukseset e Berat Jakupit në kampionatet evropiane, në garat evropiane? Kështu, në vitin 2009 për herë të parë mora pjesë në kampionatin europian në Paris, ku si antar reprezentacioni ishte numri më i kufizuar, normal në kampionate evropiane janë të kufizuar, ku 30 persona, dhe për herë të parë si kadet mora pjesë në kategorinë plus 70 kg, dhe u shpalla kampioni i Europës. Po ashtu në vitin 2010 përsëri në Izmir u shpalla kampioni i Europës për junior kësaj radhe, dhe 2 vite kisha pauzë, apo mund të them lirisht që 2 herë isha i shtati në Europë, që për ndonjë është rezultat edhe vendi shtat, po
për shkak se unë kisha 2 medalje të arta paraprakisht dhe ato 2 vite nuk i llogarisi të suksesshme. Dhe në vitin 2013 u riktheva po ashtu në Konja të Turqisë me vendin e parë, me thënë u bëra kampion i Europës dhe po atë vit ka qenë, mund të them lirisht që viti më i suksesshëm i karrierës sime, sepse po të njëjtin vit në vitin 2013, meqense isha garues U21 dhe më jep është drejta që të marr pjesë edhe tek seniorët, sepse kisha mbushur 18 vite dhe po atë vit për herë të parë mora pjesë në kampionatin europian për senior dhe aty arrita që të marr medaljen e bronzët, ku është një ndër rezultatet më të mëdha, sepse siç thash edhe më herët, seniorët është rezultati i cili vlerësohet më tepër te çdo sport. Dhe në fund vitit, po ashtu kisha përsëri kampionatin botror për për kampionatin botror do flasim më pas. Po. Si u pritet nga opinioni sportdashës këtu në Maqedoni? Erdhët me sa duket si hero, me sa më kujtohet mua, u pritet si hero. Po, realisht pas rezultateve të mia kam patur një përkrahje të jashtëzakonshëm nga njerëzit, nga individët, nga njerëzit të cilët nuk janë të përfshirë drejt për drejt në sport, por mungesa institucionale gjithmonë ka qenë tek unë prezente dhe këtu nuk mund të them që kam patur mbështetje, por sido që tjetë nga individët, nga personat, nga miqt, nga qytetarët, kam qenë gjithmonë i vlerësuar për rezultatet e mia dhe gjithmonë ato janë ndjerë krenar me rezultatet e mia. Berat, ju jeni pjesëmarrës edhe në lojrat mesdhetare. Çfarë rezultatesh keni dhe me çfarë mund të mburreni? Po, në lojrat mesdhetare kam marrë pjesë 2 herë. Në vitin 2013 për herë të parë në Mersin, të Turqisë, ku nuk arrita të bëj rezultat, dhe në vitin 2018 për herë të dytë mora pjesë në Tarragona të Turqisë, të Spanjës, dhe u shpalla kampion i lojrave mesdhetare, ku aktualisht jam pas pavarësisë shtetit, gjithsej ka vetëm 2 medalje mesdhetare, vendet para, më falni, medalje të para, se vendet 2 të 3 ka, po vend të parë nuk ka pasur, përveç Shaban Trstena e ato që në kohën e Jugosllavisë kanë arritur të bëjnë rezultate në lojrat mesdhetare. Dhe në lojrat olimpike. Po, dhe në lojrat olimpike. Për lojrat mesdhetare mund të them lirisht që është një mini olimpiad dhe atmosfera ishte jashtëzakonshëm në atë garë ku mirnin pjesë shumë sporte të ndryshme. Ne si delegatë e Maqedonisë shkuam diku 300 sportistë dhe ishte hapja solemne, njëjtë si në lojrat olimpike, gjithçka ishte e ngjashme si lojrat olimpike, vetëm se marrin pjesë vetëm 3 kontinente dhe aty arrita të shpallëm kampion, që është një rezultat goxha vlerësues për mua, sepse të arrish nga gjithë 300 sportistë të cilët të thuam në Maqedoni dhe të kthesh i vetmi me medalje të artë. Një emocion mjaft. Ju keni qenë pjesëmarrës edhe në kampionatin botror të karates, cilët janë të arriturat nga këto kampionate? Po, kam qenë pjesëmarrës në shumë kampionate botrore realisht, dhe për fat mirë ose për fat keq, dikush do thotë për fat mirë, dikush për fat keq, por unë do të them për fat të keq nuk kam patur më shumë se një medalje, edhe pse dikush do të ndronte që të ketë vetëm një medalje botrore. Potenciali im ka qenë shumë më i madh që të kem më tepër medalje dhe ku mund të them lirisht që 2 herë kam humbur në çerek finale, kam qenë vetëm një ndeshje larg medaljes në kampionate botrore, do të thënë 2 kampionate botrore kanë ikur për disa sekunda dhe por gjithsesi edhe një medalje e bronz në Guadalajara të Spanjës, po mund të them që është rezultat për të vlerësuar që të kem në sitarin tim si sportist, me thënë.
Krahas kampionateve, këto që I përmendëm, botërore, evropiane, mesdhetare, ballkanike, ju keni qenë pjesëmarrës edhe në disa turne prestigjioze të karates, ku ka njësi me, si kanë emrin ata? Karate, një Premier League. Premier League e karates. Sa herë keni marrë pjesë dhe keni qenë me sa duket edhe fitues në ndonjë këtë? Po, në çdo vit Federata e Karates ka ranglistën botërore, ku ka dikun të 12 gara, përfshirë edhe kampionatet europiane dhe botërore. Nga gjithë këto gara, Premier League-at europiani, botërori dhe ato për shtetet aziatike që janë edhe afrikane, ne kemi faktisht kampionatin europian, ato kanë Azin, dhe kështu që grumbullojnë gjitha pikët dhe në fund del I pari I ranglistës, I dyti, I treti kështu me radhë. Unë në vitin 2014 jam shpallur kampion, fitues I ranglistës botërore dhe kam qenë I pari në ranglistën botërore. Kjo është e vërtet, është e pa. Edhe faktikisht I fitova disa Premier Liga, medalje europiane, botërore dhe me disa Premier Liga që fitova, në fund të shpalla si grand winner I gjithë vitit, me thënë. Për të gjitha këto suksese që I keni shënuar gjatë karrierës suaj, ju keni qenë së bashku me trenerin tuaj Arlind Huseni. Cili ka qenë roli I tij, faktikisht dhe ndihmesa e tij? Siç dihet, asnjë punë nuk mund të arrihet I vetëm. Edhe unë po ashtu bashkë me trenerin Arlind Huseni kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë karrierës, sepse kemi punuar shumë. Ai ka qenë mbështetja ime gjatë gjithë karrierës time, po edhe mbasi jemi ndarë në klub ka qenë po ashtu një mbështetje dhe kemi ushtruar shumë profesionalisht, kemi dhënë gjithçka dhe kemi arritur majat botërore bashkë me Arlindin. Domethënë, të gjitha sukseset që I keni arritur gjatë karrierës së tuaj ndërlidhen edhe me trenerin Arlind Huseni dhe me klubin e karates Fati. Tetov Gosivar. Tetov dhe Gosivar. Pa ashtu, çdo kush I cili ka qenë pjesë e klubit, çdo kush që ka qenë antar, çdo një njeri që ka dhënë një mbështetje edhe më të vogël është pjesë e sukseseve të mia. Këtu janë edhe sportistët të cilët kanë marrë pjesë, kanë qenë pjesë e stërvitjes që më kanë ndihmuar, edhe ata janë pjesë e sukseseve të mia. Normalisht. Dhe kështu që mund të them që asnjë punë nuk bëhet vetëm, duhet një ekip dhe prandaj them që Arlindi ka qenë një ndër shtysat e mia për të arritur sukseset që I kam arritur. Ndoshta vallë keni evidencë sa medalje deri ditën e sotme keni të fituara, të arta, të argjenta, të bronza, nga të gjitha kompeticionet që keni mbajtur? Realisht pjesën e statistikës jam shumë I dobët në këtë pjesë dhe planifikoj që ta mbaroj karrierën dhe të filloj dal nga dal të kompletoj gjitha historikun e karrierës time si sportist. Besom që absolut nuk kam asnjë njohuri sa mund t'jenë edhe sa kam. Në s'keni njohuri se kush është Berat Jakupi, se për këtë sukses. I di vetëm rezultatet të cilët janë, siç është Europiani, botërori, Premier League, po kështu turne kam medalje, s'di ndoshta mbi 5-600 medalje, po nuk kam arritur që një ditë të vendos. Si ke marrë ti radhitish në krah? Të tregoj drejt, një pjesë e kam lart, një pjesë poshtë, edhe nuk e kam të kompletuar ai gjithë. Planifikoj pas si ta mbaroj karrierën. A planifikosh që të organizosh një manifestim për karrierën? Patjetër. Unë realisht pas lëndimit që kisha operacionit që bëra në gjuhë, nuk shkoj siç duhet pas operacionit. Kam patur disa tentativa, edhe pse kisha edhe një medalje ballkanike, vendin e dytë që arrita ta marr, po çdo gjë ishte e sforcuar me dhimbje, edhe mendova që të pauzoj edhe të rikuperohem mirë, po përsëri kisha dhimbje. Tash brenda këtyre muaj bëra një incizim magnetik dhe dërgova te doktori dhe nuk ishte I kënaqur ai nga ajo që pa. Dhe e lam që sipas mendimit të tij duhet të intervenohet edhe një herë, por normal, unë të shkoj edhe në një doktor, 2-3 shoh më tepër mendime, edhe
nëse ka ndonjë variant që mos operohen, por të mund të vazhdoj edhe të paktën edhe një vit, kam dëshirë që të rikthehem edhe një vit të përgatitem fillimisht fizikisht, teknikisht, edhe të marr pjesë në kampionat shtetëror, pastaj më vonë edhe në kampionatin evropian edhe botror, edhe kështu që mendoj ta përfundoj karrierën time, por ende nuk kam vendosur, domethënë. A do na thirrësh edhe ne? Patjetër, pasi të vendosi që do kem edhe me qenë se më pyete, do ketë me siguri ndonjë manifestim të cilën do ta bëj, po ti besoj që do jesh pjesë e organizimit të atij evenimenti. Berat, për gjithë sukseset që keni arritur deri më sot, ju disa herë jeni shpallur edhe karatist më i mirë i vendit dhe sportist i Maqedonisë, me sa duket. Po, jam dikundi 8 herë sportisti më i mirë, karatisti më i mirë I vendit. i vendit. Po ashtu jam 3 herë sportisti më i mirë i Maqedonisë. Po ashtu në organizimin tuaj jam shpallur 2 herë sportisti më i mirë tek të rinjt, edhe një herë tek shqiptarët, edhe një herë sportisti tek seniorët, sportisti më i mirë shqiptar. Po ashtu fituesi Milingonës së Artë, disa çmime të cilet kanë qenë për mua të rëndësishme. Dhe një rezultat që është shumë me rëndësi, që nuk e përmendëm sot, që dua ta përmendi, është kur jam shpallur kampion i botës për universitete. Dhe ajo ka qenë një ndër rezultatet të cilat shpirtërisht plotësohem, sepse edhe në atë kohë kujtohet kisha një intervistë në Eurosport dhe gazetarin pyeti se si ndihesh pas kësaj fitore. Edhe unë thash që universiteti të cilën përfaqësoj unë është një universitet që është hapur me shumë sakrificë. Dhe unë në atë kohë kur është themeluar ky universitet, kam qenë shumë i ri dhe nuk kam mundur që t'jap kontributin tim për të arritur, për të bërë diçka për këtë universitet. Dhe ja sot erdhi momenti që t'jap një kontribut të vogël, që Universitetin Shtetëror të Tetovës të hypi në pjedestalin më të lartë botror, dhe kjo është një arritur mjaft e madhe, shumë e madhe për mua. Dhe në atë kohë edhe nga rektori, profesor Vullnet Ahmeti, mu dha një plaket. Isha prezente një plaket të cilën e kam këtu dikundi, edhe është një plaket e veçantë, me qenë profesori në atë kohë më elaboroj, që kanë shumë pak njerëz u është dhënë nga universiteti, dhe kam fatin që ta kemi edhe unë. Kujt ja keni dedikuar të gjitha këto sukseset deri më tani që keni? Padyshim që për këto suksese, për arritjet e mia, kontributin më të madh e ka dhënë familja ime, sepse pa përkrahjen e tyre besoj që dhe ishte pa mundur, sepse tash jam edhe print, jam edhe trajneri i klubit, edhe shoh se familja se sa rol luan për arritjen e rezultate, edhe pse më herët nuk e kam kuptuar këtë pjesë, por sot e shoh që familja ka qenë shtylla ime kryesore për të arritur këto rezultate, sidomos babi në aspektin e përkrahjes. Edhe vazhdon akoma të përkrah? Po, patjetër. Ndihmës trajner. Po. Berat, sa keni pasur përkrahjen, duke filluar nga Federata e Karatesë së Maqedonisë së Veriut, nga institucionet komunale dhe nga institucionet shtetërore, duke nisur nga Agjencioni për Rini dhe Sport, ku edhe ju keni qenë pjesë e asaj agjencioni? Po, realisht fillimet e mia kanë qenë shumë të vështira. Mund të them lirisht që kam qenë shumë i diskriminuar nga institucionet shtetërore, dhe kjo është një mesazh që çdo i ri nuk duhet dorëzohet edhe kur nuk ka përkrahje, por me kohë fillova rezultatet ti përsëris dhe ishin të pashmangshme aspekti financiar nga Agjencioni për Rini dhe Sport në atë kohë, dhe
mund të them lirisht që ka qenë një përkrahje solide sa i përket financave, do me thënë nuk kam qenë i privilegjuar asnjëherë, kam qenë çdo herë nën suaza të gjithë sportistëve, edhe pse kam patur shumë rezultate më të mëdha se të gjithë të tjerët, por sido që tjetë, situata tek ne kështu është. Por mos harrojmë, ju keni qenë i shpërbler edhe nga vetë kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut për sukseset e arritura. Po, kjo nuk është aspekti financiar, faktikisht kam qenë çmimet të cilët i kam arritur edhe jam shpërblyer është shumë e vërtet, por për pjesën financiare kam qenë shumë pak i ndihmuar nga institucionet shtetërore. Mund ta them me shumë përgjegjësi. Edhe vetë fakti kur kam qenë në komunë si këshilltar komunal, të parën gjë që e bëra ishte ndihmesa për sportistët e rinj. Me qenë se më ishte fiksuar që unë nuk kam patur përkrahje, edhe periudhën sa kam qenë në komunë, jam munduar gjithmonë të mbështes sportistët e rinj. Edhe vazhdoj që çdo moment që jam në një farë lloj pozicioni ku mund të ndihmoj të rinjve, jap maksimumin që atyre të dalë mballë dhe t'i motivoj që të vazhdojnë me sportin. Sepse ajo periudha kur diskriminohesh, kur dikush me ma pak rezultate se ti arrin që të shpërblehet, si sportist krijon një farë lloj demotivi që mund të ndikoj që ta ndërpresësh karrierën, por unë nuk kam vepruar shumë, por e di se shumë sportistë edhe kanë vepruar të tillë që mbas përkrahjes që nuk kam patur. E mbaj mend një rast kur ju për herë të parë duket se u shpallet kampion evropian, në vend që të shpërblehet ai që ka fituar medalje, shpërblehet klubi. Po kjo është saktë. Por ndodhin edhe këto. Më interesant ka qenë në vitin 2009 kur jam shpallur kampion i Europës, domethënë 2009 jam shpallur kampion i Europës, në vitin 2008 dikush nga karateistët mori vendin e 5 në Europë. Ai në vitin 2008 u shpërblye me stipendion nga shteti, unë pas një viti kampion i Europës nuk u shpërbleva. Domethënë nuk arrita që të marr stipendion. Edhe këto momente janë dëshpëruese për sportistët e rinj, por le të jetë një mesazh që nuk duhet dëshpërohen, duhet të vazhdojnë të punojnë dhe do të vijë një moment që ato edhe do shpërblehen për punën të cilën e bëjnë. Krahas famës që keni fituar për të gjitha këto sukseset e arritura gjatë karrierës së tuaj, me çfarë tjetër mund të mburreni? Mund të mburren që jam një print i përkushtuar, edhe krahas gjitha angazhimeve që i kam, mundohem që të jem një print i përkushtuar, dhe që i kam 2 fëmijë shëndoshe mirë, 2 vajza, pashtu edhe mund të them lirisht që edhe bashkëshortja ime më përkrah shumë në këtë pjesë dhe mund të them lirisht që periudhën kur unë mungoj, ajo gjithmonë është. A do vazhdojnë fëmijët e karrierën tuaj? Pas ardhjes në karate? Nuk mund ta them këtë gjë për shkak se ajo do të jetë dëshira e tyre. Unë nuk do imponoj që të vazhdojnë të merren me sportin e karates, por hera, vajza e madhe, ajo është 4 vjeçare dhe vetë që ka filluar që të merret me karate, e ka me shumë pasion, me shumë dëshirë. A mendoj se do ta tejkalon ti? Nuk mund ta them, është shumë e vogël tash por mund të them lirisht që do ketë diçka pak më tepër se sa unë të paktën pjesën hyrëse të karrierës së saj. Për të gjitha sukseset më të lehtëse se unë që keni arritur gjatë karrierës suaj, si me klubin, si në garat ndërkombëtare me të, për ju është botuar një monografi, të jesh i pari. Çfarë mendoni për atë? Fillimisht duhet të falenderoj ty për atë monografi që keni arritur të bëni, por ajo është e pjesërisshme sepse dhe duhet ta vazhdojmë atë monografi, sepse karriera ime atëherë nuk ishte mbaruar dhe ende nuk kam mbaruar, dhe mund të them që
nuk ka diçka në atë kohë kur realisht kur bëhej ai libër nuk isha shumë i vetëdijshëm se sa çfarë është duke ndodhur, por tash kur e shoh, kur e lexoj ndonjëherë, i rikthej ato momentet të cilët i kemi arritur suksese. Domethënë ka një domethënie të jashtëzakonshme. Ka një domethënie jashtëzakonshme karrierën time, sidomos për gjeneratat e ardhshme, për njerëzit të cilët nuk më kanë njohur kur adhuroj atë libër, dhe është një pasqyrë që çdo sportist duhet realisht ta ketë, dhe unë edhe ti do kemi besoj ende punë për të bërë. Patjetër. Të vazhdohet. Patjetër. Ju një kohë ishit edhe shfrytëzues të bursës sportive që ndante Agjencioni për Rini dhe Sport për sportistët fitues të medaljeve botërore dhe evropiane. A vazhdoni ndo të shfrytëzoni këtë bursë? Kështu, në vitin 2013, për herë të parë jam nënshkruar me Agjencionin për Rini dhe Sport si bursist, me pagë 2 rroga mesatare, në bazë të pagës rritet edhe stipendioni, dhe kështu që nga viti 2013, pastaj me rezultatin që arrita në vitin 2017, vendin e dytë, që mund të them lirisht është rezultati më i madh në karrierën time, vendi i dytë në kampionatin evropian tek seniorët. U vazhdoj edhe për 4 vite të ardhshme, deri në vitin 2021, dhe në vitin 2021, për atë që isha duke folur pak më herët, për diskriminimin nga institucionet shtetërore, në vitin më herët si sportist, kur kam arritur suksese, shteti nuk më ka ndihmuar, dhe unë në atë kohë e kam dërguar në gjyq, Agjencioni për Rini dhe Sport, dhe e kam fituar pas 8 viteve. Dhe fal rezultateve të mia më herët, tash e gëzoj edhe stipendionin të cilin e fitova me gjyq. Tash jam edhe për një rezultat tjetër duke vazhduar gjyqi, dhe besoj që deri nga fundi vitit edhe atë rezultat do ta fitoj, sepse kam fituar disa shkallë, tash ka ardhur në fund, dhe besoj që deri nga fundi vitit edhe një rezultat timin që e kam bërë më herët do ta fitoj me gjyq. Do të them kjo është shteti jonë i cili nuk i motivon sportistët, por në të kundërtën. Për fat keq, ashtu? Për fat keq, sepse është mirë kur një sportisti ajo që i takon jep në kohën e duhur, jo pas 10 viteve, pas 8 viteve, kështu me radhë. Berat, ju jeni edhe trener në klubin tuaj, Asjart. Si u shkojnë punët? Realisht mirë, tash jemi zhvilluar goxha, dhe me qenë se nuk jam shumë i përkushtuar tek stërvitjet e mia, kam filluar që të përkushtohem më tepër tek nxënësit, dhe shoh që kanë... Sa është interesimi i nxënësve tani? Është një numër i mirë të cilët ushtrojnë karateën, diku rreth 70 fëmijë të cilët ushtrojnë në klub, dhe janë mbi 20 fëmijë të cilët marrin pjesë në gara, ku me qenë se jemi klubi i ri, kemi arritur që të kemi edhe medalje ballkanike. Nuk kemi arritur ende që të kalojmë në nivel Europës dhe të botës, po dal nga dal. Jeni edhe seleksionues në reprezentacionin e Maqedonisë së Veriut. Cilat janë ato sukseset që ju keni kënë si seleksionues? Realisht, si seleksionues, mund të them që kam patur këto 3 vite goxha suksese, por mund të them lirisht që suksesi i cili më tangon mua është pjesa ekipore, sepse çdo sportist i cili bën rezultate nuk e përzjedh unë si seleksionues, por e përzjedhin rezultatet e tij, dhe në bazë të rezultateve e kampionatit shtetëror dhe play-offit, ai bëhet edhe antar reprezentacioni, dhe unë si seleksionues kam vetëm pjesë në kampionatin ballkanik për ta bërë ekipën që mund të marrë çdo sportist i cili unë mendoj që mund të bëjë sukses. Sipas vlerësimit tuaj. Sipas vlerësimit tim, dhe kam patur shumë kritika për këtë pjesë, sepse kam qenë nuk jam bazuar tek fama e një sportisti, apo tek emri, apo tek rezultatet paraprake. Çdo herë kam pasur
tek sportisti momental në çfarë formë është dhe çdo herë kam zgjedhur sportistin e duhur, karateistin e duhur dhe mund të emlirisht që nga 3 kampionatet ballkanike, 2 herë jam shpallur kampion, dhe tash për sfundmi vendin e tretë, me medalje të bronzë. Do të thonë 3 medalje në 3 kampionate ballkanike. Ju jeni edhe profesor i edukatës fizike i punësuar? Në shkollën fillore e Bashkimi në Gostivar, Po. aty punoj 4 vite. Sa janë nxënësit të interesuar për sportin, gjithësisht karaten? Realisht ka interesim, sidomos tek vajzat, me që ndoshta fakti mund të jetë që nuk ka shumë alternativ për të marrë me sport vajzat në Gostivar, nuk ka shumë sporte, është basketbolli, volejbolli, handbolli, edhe nuk ka shumë alternativ për sporte të ndryshme dhe për atë shkak edhe regjistrohen më tepër vajzat, djemtë më tepër shkojnë në futboll, edhe numri në klub janë shumica vajza. Berat, ju prej para një kohe të afërt jeni zgjedhur edhe antari Komitetit Olimpik të Maqedonisë. Si ndodhi ajo? Kush ju propozoi? Realisht, kjo ka shkuar me propozim të kryetarit të Komitetit Olimpik, zoti Daniel Dimeci, të cilin e falenderoj, të cilin ma besoj këtë pozit. Unë para një viti kemi patur një takim dhe ai ka patur konsiderat për rezultatet e mia si sportist, për angazhimin tim edhe jashtë sportit, jo vetëm në arenë, por edhe jashtë arenës, edhe ambicjet e mia si për të ndihmuar në sport. Dhe kur ishte momenti që duheshte të riformohet Komiteti Olimpik, mu lajmërua dhe më tha që Berat të planifikoj që ti jesh antar i ri në Komitetin Olimpik. Thash okej, pranova me shumë kënaqësi, por ende nuk kemi filluar me punë. Presim brenda këtyre ditëve që të na thirrin dhe Por një gjë është paksa e çuditshme që ndoshta edhe opinioni nuk e din aq mirë, se ju prej para një kohe jeni zgjedhur edhe nënkrijetar i një partie politike. Si ndodhi kjo? Po, është e vërtetë, edhe pse asnjëherë nuk jam prononcuar në mediume për këtë pjesë. Po, është e vërtetë, nga viti kaluar, në vitin 2024, me propozim të kryetarit të partisë zotit Zjadin Sela, jam bërë nën kryetari partisë dhe me të cilën shumica e njerëzve edhe këto në Gosivare din që kam qenë i angazhuar por jo në pozita të larta politike, çdo herë kam qenë në nivel lokal, kam qenë i angazhuar për të ndihmuar realisht dhe momenti i ndarjes së partisë në atë kohë ku Taravari doli nga partia dhe vazhdoi rrugtimin e tij. Në Gosivar unë isha ai i cili vazhdova me Zjadin Selën, sepse me atë kam nisë realisht rrugtimin tim politik dhe besoj që edhe me të edhe do e mbaroj. Çka kanë të përbashkët politika dhe sporti? Mendoj që edhe në politik, por edhe në sport, ke mundësi për të ndihmuar. Dhe me thonë, është një moment shumë i mirë që t'jesh në një pozicion të cilën mund idetë tua, vullnetin tënd, që mund ta ndash me të tjerët, edhe mund një idenë tënde që ta avansosh edhe ta ngrisish për shembull në sport, që mund ta ngrisish edhe nivelin e sportit. Dhe me thonë, nëse nuk je në politikë, realisht nuk mund të kesh një funksion i cili mund të jesh në pozitën e duhur që mund sportin ta ngrish në nivel tjetër. Edhe pse politika realisht është keqpërdor nga shumë njerëz në Maqedoni dhe njerëzit kanë humbur besimin tek politikanët, por unë flas për veten, të paktën sa kam qenë në komunën e Gosivarit, edhe në Gosivar të gjithë e dinë që jam munduar maksimum të ndihmoj njerëzve dhe edhe në të ardhmen vazhdoj po me të njëjtën ritem që... Si e përjeton familja juaj
gjithë këto angazhime të Berat Jakupit? Në sport, në politik, në Komitetin Olimpik, trajneri i klubit e kështu me radhë. Realisht, jo edhe më herët të thash që pa përkrahjen e familjes asgjë nuk do mundesh ata arri. Por këtë pyetje do ishte mirë t'ja bësh betimes gruas time, sepse vështirësitë ajo i ndjen më tepër. Pa jo vetëm betimes, po këtu edhe nana, edhe babat, me siguri se dhe atë. Me menaxhoj kohën, mundohem çdo moment mos e humbi kot, më thënë përkushtohem në punët të cilët i bëj. Disa nga angazhimet e mia nuk janë të përditshme dhe besoj që me një organizim të mirë mund të arrijet çdo gjë, por mund të them që pa përkrahjen e familjes s'ka asgjë. Kjo është e saktë. Berat, mos vallë kemi harruar diçka që ju pyesim që duhet opinionit të dihet për ju? Besoj që të gjitha i tham. Atëherë mbetet që pyesim. Cila është porosia e Berat Jakupit si sportist, si politikan, si antar i Komitetit Olimpik dhe si profesor i edukatës fizike, drejtuar gjeneratave më të reja? Unë mund të them që çdo sukses ose çdo arritje të cilën çdo i ri don të arrijë, në politik, në sport, në arsim, duhen 3 gjëra. Punë dhe vetëm punë. Dhe nëse arrin që të bëjmë punë dhe në ndërkohë gjatë gjithë procesit të tyre që do ta kenë mos dëshpërohen, u garantoj që sukseset pa dyshim që do t'ju vinë. Dhe mendoj që rinia duhet më tepër të fokusohet në punë, të bëj punë dhe që një ditë ajo punë të shpërblehet. Berat, unë sinqerisht të falenderoj që ishit pjesë në emisionin me legjendat e sportit në televizionin Koha të Tetovës. Falenderit. Falenderit edhe juve. Kënaqësi që ishit në shtëpinë time dhe besoj që jeni gjithmonë i mirëseardhur. Thash edhe më herët që kemi ende punë për ta vazhduar monografinë që e kemi bërë, tash ta vazhdojmë pjesën tjetër. Unë ty të falenderoj sepse gjithmonë ke qenë përkrahësi imi gjatë gjithë karrierës time dhe ke një vend veçantë në jetën time dhe kështu që falenderit për çdo gjë. Falenderit Berat, ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.